Pastaj mbrëmje do të jenë 3 bendet të cilat do të vinë të përfundojnë. Pasi të përfundojmë... Për Florenta Brashin e di, kush ishin edhe 2 vendet tjera? Florenta Brashi ka me qenë njëri prej këngëtarëve i cili do të performoj në koncerti multikulturor. Gjatë diskutimit me Florentin, kemi diskutuar që Florenti të kënoj edhe në gjuhën rome. E që është një mundësi shumë e mirë që me e promovu bashkëtesën e multikulturalizmin përmes muzikës. Kështu që përveç Florenti do të kemi edhe 2 bendet tjera, është Jimmy Band, të cilët janë shumë këngëtarë të mirë, të cilët promovojnë këngë të ndryshme në gjuhë të ndryshme, të përfshi gjuhën angleze, gjuhën rome, gjuhën shqipe, edhe më pas do të vjetë një band shumë i ri, disa djemë të cilët janë me një moshë shumë tre, e që e kanë hapë një band i cili thirret Trio Band. Edhe ata do të performojnë me një muzikë vetëm muzikë, pa këndim, por do të tregojnë disa stile të ndryshme muzikore të cilat janë të i trajtu edhe janë të i përdorë qitashte që janë kogjasi moderne, sidomos në kulturën rome, kështu që do të jetë një event shumë interesant, e që gjatë koncertit do të përqojmë edhe mesazhe. Do të thotë, nuk do të jetë koncerti vetëm muzikë, por do të përqojmë mesazhe të ndryshme mbi ato se kush janë komunitetet, historitë të tyre, fjalë të cilat zgjasin 20 sekonda në mes të 2-3 këngëve, edhe në të njëjtën kohë do të kemi edhe përfshirje të valleve, edhe muzika, do të thotë edhe veshjeve, edhe formave të ndryshme të cilë në bazë të cilave ne do të tentojmë thjesht me tregu pak a shumë se kush janë komunitetet romashkëriet. Shumë ngjyra, shumë aktivitete, shumë hapësirë për të gjitha moshat. Krejt që kanë mbetet mua dhe ty është me i ftu njerëz që në këto 4 ditët e qershorit me nda kohën që të paktën para diteve ose mas diteve me qenë pjesë e festivalit, po besoj që në faqet e juja keni me i publiku krejt këto dana. Vora është faqja Voice of Rome Egyptian Dashkali në Instagram dhe në Facebook. Për ndryshe, për detaje mundin me ju shkru edhe të faqet, publikimet, ju jeni kogja korrekt me njoftime me të gjitha mund t'i marrin. Unë do të përpiqen që t'jem pjesë edhe me fëmijët e mi në këto aktivitete mas orarit të shkollës, kështu që ta shijojmë pse jo një aktivitet të tillë me plot ngjyra dhe të njohim kulturat e njëri tjetrit.